në beslidhen e vjetër, kështu që është një pikë që gjithëve duhet në përgjithsisht festat, sidomos tek ne shqiptarët, festat nuk kanë vetëm përkatësi fetare, por ato përshkojnë disi ambientin familjar, madje edhe kombëtar, për arsye se gjithmonë kena pas atë parimin, gëzimin, kur do atë gëzimi është më i madh, dhe kur janë pikëllimet dhe ndahen vujtet, atëherë ato përgjysmohen dhe zvogëlohen. Në këtë frym pra marrim pjesë në gëzimin e kësaj feste me urimet më të mira që ne le të na shërbejnë të festa, qofshin sidomos ato fetare, por edhe kombëtare, le të na shërbejnë që të bëhemi më të vërtetshëm, më të mirë, që ne më Zotit ta respektojmë dhe ta duam të afërmin tonë si krijesë të Tij. Patjetër, Gjenita. Sa i përket tolerancës fetare, mendoj se kumbi unë është një çarshaf i bardhë, dhe në çarshafin e bardhë në pikat e zeza janë pak më të dukshme. Sigurisht se ka pasur momente ndoshta jo gjithmonë të mira, por kryesisht nëse nuk jemi të vetmit, por jemi ndër kombet e pakta që kemi ditën vërtet këtë pluralizëm fetar, ta jetojmë si një lloj pasurie, për arsye se nëse referohemi historisë dhe dim kanë pas interesat e fuqive të mëdha këtu dhe shpeshherë pasojat më të vështira i ka trashëguar popullata vendore që kemi qenë ne këtu, dhe me shekujt e tërë këtë kemi dëshmuar, domethënë bazohet më tepër toleranca fetare mbi premisat e gjakut, të kombit që na ka lidhur në histori e vështirë, hidhur, përbashkë që kemi ndarë bashkë gjithçka, dhe unë mendoj që është një thesar vërtet i jo vetëm i pakontestueshëm, por